Mirë se vini në edicionin informativ në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi dhe do të nisim me ekonomin ku prak sezoni veror tregu imobiliar i Vlorës ka pësuar ndryshime. Sipas agjensive imobiliare në qytet, kërkesat për prona janë të larta kryesisht nga shtetet italian, ukrainas dhe amerikan, ndërsa blerësit kërkojnë kryesisht apartamente premium në lungomare, skel, por dhe zonën e radhimës. Në prak të sezonit veror, tregu imobiliar në Vlorë pëson ndryshime. Spartak Tozaj, administratori një prej agjensive imobiliare në qytet, thotë se kërkesat për prona janë të larta, ku mbizotrojnë italianët, ukrainasit dhe amerikanët. Në tregun imobiliar kanë ndikuar investimet e kryera në Vlorë vitet e fundit, teksa Tozaj thotë se në treg pronat janë të pakta. Blerësit sipas tij kërkojnë kryesisht apartamente premium në lungomare, skel, por dhe në zonën e radhimës. Aktualisht gjendja është aktive, kërkesat janë të larta si nga vedasit dhe emigrant, po dhe nga tuhojt. Kemi parë kohët e fundit, 2-3 vitet e fundit, ka një kërkesë të madhe si nga amerikanët, italianët, po dhe ukrainësit që vinë si pasojë e luftës. Janë disa faktorë. Është dhe infrastruktura e zhvilluar nga shteti edhe ajo ndikon, është mungesa e ofertës, nuk ka shumë prona në treg, edhe dhe të huajt, pse jo, dëshirojnë një pronë të në Vlorë, nuk kemi largë, kemi det, kemi të gjitha. Apartamente premium në zonën lungomare, skel, radhima, por në gjithë qytetin e Vlorës. Duhet të pyesë edhe diçka, kjo kërkesë në rritje, ka ndikuar në rritjen e çmimeve ndoshta? Po patjetër, kjo ndikon shumë. Duke qenë se oferta është e kufizuar, kërkesa është e lartë dhe çmimi kërcet. Domethënë, duke qenë se oferta është e lartë, janë ngritur patjetër. Kjo kërkesë e lartë ka bërë që sipas Tozaj të rritet çmimi i pronës. Në lungomare sipas Tozaj, 1 metër katror shkon deri në 3.500 euro, ndërsa në brendësi të qytetit deri në 1.500 euro. Sipas Tozaj, ndikimi në rritjen e kërkesës së pronave e ka si shkak edhe ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Në rritje sipas tij janë dhe qirat e banesave që shkojnë nga 300 deri në 700 euro. Vendin e parë e mban lungomaria si gjithmonë, skela, por dhe jo nufra dhe radhima, ato janë bërë të kërkuarat si pasojë e investimeve, po bëhet dhe marina e Orikumit dhe aty ka një kërkesë të lartë. Dhe aeroporti ka pritshmëri të larta nga vendas dhe të huajt, sepse edhe një huaj për një orë pak është në vendin e tij dhe ndodhet në Vlorë një kohësisht, domethënë për një orë gjysmë është në Vlorë. Dhe patjetër ka pritshmëri dhe aeroporti. Lungomare filloi nga 1.500 me pamje nga mali deri në 3.000-3.500 me pamje nga deti, të mobiluara me certifikat. Ndërsa qyteti nga 800 deri në 1.500 në varësi të apartamenti i vjetër apo i ri, edhe zona. Tregu imobiliar në Vim si pritet të marrë një tjetër shtys ndikuar nga një sër projektesh që pritet të përfundojnë në Vlorë. E përpasoj, ekspertët imobiliar parashikojnë një tjetër rritje të çmimeve, si të pronave, ashtu dhe të qirave të apartamenteve apo njësive të biznesit. Edhe pse sezoni i plazhit ende nuk është çelur zyrtarisht, shumë vizitor vendas dhe të huaj vazhdojnë të zgjedhin Vlorën për të shijuar rrezet e diellit duke u larë edhe në det. Kryeministri Rama ka ndarë në rrjetet sociale një foto të Vlorës që sipas tij ngjan me një kartolinë të paqt këtë fund prilli. Qyteti bregdetar i Vlorës ngjan me një kartolinë të paqt këtë fund prilli mes qiellit të kaltër dhe detit. Edhe pse sezoni i plazhit ende nuk është çelur zyrtarisht, shumë vizitor vendas dhe të huaj vazhdojnë të zgjedhin Vlorën për të shijuar rrezet e diellit duke u larë dhe në det. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale një foto nga balkoni i një apartamenti në qytetin bregdetar, ndërsa e etiketon si një pamje të qetë nga Vlora mes luleve. Qyteti bregdetar i Vlorës është një nga qendrat më të rëndësishme turistike me një numër të madh atraksionesh kulturore dhe natyrore. Përveç plazheve në gjirin e Vlorës, Sazani dhe Karaburuni janë po ashtu destinacione tërheqëse për turistët, vendas e të huaj, të cilët udhëtojnë nga porti i Vlorës me anije turistike. E cilësuar si perla e jugut, Vlora është e mbushur këtë sezon me turist vendas dhe të huaj, të cilët shijojnë Bregdetin shkëmbor dhe ujërat e kristalta të detit.
Do të rikthehemi me aktualitet. Nxënësit e Shkollës Artistike Naim Frashëri të Vlorës në një nisëm për të ndryshuar pamjen pikës panoramike. Pas projektit rehabilitues, nxënës dhe mësues kanë gjohuruar pamjen e saj me ngjyra dhe mozaik mbi gur, e ndërsa janë vlerësuar dhe nga kryebashkiakja Mersini. Nxënësit e Shkollës Artistike Naim Frashëri Vlorë kanë nisur të japin kontributin e tyre për të ndryshuar pamjen pikës panoramike. Nxënës, por edhe mësues të kësaj shkolle po pikturojnë gurët që janë vendosur në pikën panoramike pas projektit për rehabilitimin e saj. Në këto gurë ata po pikturojnë me penel piktura të ndryshme apo mozaik, duke i shtuar ngjyrat. Kjo nisëm e veçantë është parë nga afër edhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cila thotë se ndihet e lumtur kur sheh të rinj dhe të reja nxënës shkolle që në ngjyrmët e tyre në qytet. Sipas Mersinit, të gjithë të rinjt duhet të angazhohen të kontribuojnë për të bërë diçka për qytetin. Ndaj ka dhe një ftesë të hapur për ta. Pamja e Vlorës vazhdon që të shndrohet nga dita në ditë dhe të marrë edhe një tjetër pamje. Sot janë nxënësit e shkollave, ata të cilët japin një tjetër faqe kësaj pike apo balkonit të Vlorës. Si vlerësoni këtë projekt dhe nëse keni një thirrje për të rinjt? Unë nuk mendoj që pika panoramike do na bëj lajm, sepse Vlora është e gjitha panoramike, por lajmi sot është pikërisht memoria që po krijojnë ka të rinj me qytetin. Është një punë e vogël, por me shumë talent, e cila e ka projektin e pikës panoramike fokus që të lënë gjurmët e tyre në këtë qytet. Jemi duke krijuar mënyra të veçanta bashkëpunime me të rinjt, sepse energjia e tyre është ajo që e çon në qytetin përpara. Duhet që të rinjt japin kontribut për qytetin të vazhdueshëm? Duke filluar nga këto gjërat e vogla. Duke filluar nga këto gjërat e vogla që edhe kur të kalojnë me makinë do thonë atë gurin e kanë pikturuar unë, këtë lulishten e kanë bërë unë, këtë lulen e kanë mbjellë unë. Duhet që të krijojmë memorie të cilat i nevojitën qytetit. Ne duhet dalim nga një depresion social që na kanë importuar tashmë rrjetet sociale, ku ka vetëm negativitet më shumë, dhe duhet dalim tek natyra, tek jeta reale, edhe tek ta të rinj që kanë talente. Këtë duhet promovojmë qytet. Qani Balla, drejtuesi i Shkollës Artistike Naim Frashëri, thotë se këto projekte nuk do të mbeten me kaq. Pasi nxënësit e kësaj shkolle do të japin kontributet edhe në vende të tjera të qytetit, për të ndryshuar këtyre të fundit pamjen, duke i dhënë shumë ngjyra. Kjo është një projekt i bashkisë në bashkëpunim me Shkollën Artistike Naim Frashëri. Sot jemi këtu te pika panoramike, kemi sjellë nxënësit e degës artit figurativ, të cilët me talentin e tyre e shpalosin edhe në këtë pikë kaq të bukur që ka qyteti Vlorës, dhe jo vetëm kjo, kemi plot pika të tjera shumë bukura, që do vazhdojmë akoma të bëjmë gjëra me vlerë artistike. Mos të ngelemi vetëm në ca lajme, siç e tha dhe kryetaria, me kronik të zezë. Jo, Shkolla Artistike Naim Frashëri ka vetëm muzikë, art dhe vetëm art. Kanë një shpirt të madh artisti. Shpresoj që edhe me kryetaren do ta vazhdojmë akoma më tutje këto projekte. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, tregon se zyra e urbanistikës ka përfunduar krijimin e projektit për rehabilitimin e shkollës Naim Frashëri, ku në fasadën e saj do të jenë vizatuar notat muzikore të këngës vlonjate Thellëzat kur hedhin valle. Sipas Mersinit, fundi i vitit 2027 do të gjejë një shkollë të re. Do ndajmë dhe një lajm të bukur për nxënësit e shkolle. Është një nga shkollat që është ikon në qytetin e Vlorës. Vërtet ka një sipërfaqe shumë të madhe, por tashmë zyra e urbanistikës ka përfunduar projektin e rikonstruksionit. Është një projekt i cili shumë shpejt do të futet në buxhetin dhe do t'i propozohet Këshillit Bashkiak për miratim, por është një projekt që është edhe në fasadën e vet. Kemi vendosur melodinë, nota muzikore të një këngë shumë të vjetër vlonjate, dhe pentagrami i saj do të jetë fasada e shkollës. Është një projekt shumë i bukur, kur do ta shpalosim, besoj që juve të parë do ta pëlqeni atë. Kështu që shpresoj që nga projekti të kalojmë në zbatimin në 2027, tu gjej fundi 2027-s besoj, tu gjej me një shkollë të re. Ndërkohë, projektet për të realizuar piktura shumë ngjyreshe, instalacione dhe vepra të ndryshme arti do të vazhdojnë edhe në disa vende të tjera të përcaktuara në qytet, ku kontribues do të jenë të rinjt edhe nxënësit e shkollave. Çdo orë me 10 mjete të tonazhit të rënd qarkullojnë në rrugën e plazhit të vjetër për në Zvërnec apo Nardh dhe i qarkullojnë me karroceri të zbuluar, ndërsa dherat dhe inertet mbi kapacitetet e lejuara shpesh derdhen në rrugë duke u kthyer në burim dotje për qytetin. Çdo orë me 10 mjete të tonazhit të rënd kalojnë në rrugën e plazhit të vjetër, por edhe në vazhdim të segmentit në lidhje me Zvërnecin dhe Nardhën. Mjete këto private, por edhe të firmave që po ndërtojnë projekte të ndryshme në qytet, të cilat janë kthyer në një shkak të shtimit të ndotjes në segmentet rrugore të Vlorës. Kamion, betoniere, skrep, por edhe vinça sillin me vete drejt qytetit pluhuri, mbaten si dhe pa pastërti të ndryshme. Më pas nga periferia, ato kalojnë edhe në rrugë të tjera shumë pranë qendrës së qytetit dhe zonave turistike, duke u kthyer në burim dotjeje.
mjetet e tonazhit të rënd të cilat bëjnë pjesë qytetin. Kjo është situata e cila konstatohet çdo ditë në rrugën e plazhit të vjetër, por edhe mëtej në lidhjen e kësaj të fundit me Zvërnecin apo edhe Nartën, ku çdo orë me 10 kamion betoniere, vinç, mjetet e tonazhit të rënd kalojnë në këtë segment rrugor duke sjellë me vete plur apo edhe balt e cila përfundon sigurisht në qytet. Nga do që hedh sy në aksin Vlorë-Zvërnec, sheh gjurmët e baltës në segmentet rrugore të cilat kanë përfunduar aty nga mjetet e tonazhit të rënd. Kurse nga ana tjetër, sa herë një mjet i tonazhit të rënd kalon, pluri ngrihet në ajër duke shtuar ndotjen, por edhe duke shkaktuar problematika në shëndetin e kalimtarëve. Të shumta janë rastet kur edhe betoniere derdhin në segmentet rrugore edhe beton, duke u kthyer në një problem më vete. Sipas rregullores të caktuar, këto mjete duhet të qarkullojnë me karroceri të mbuluara dhe sigurisht të jenë të lara sa herë që qarkullojnë. Por kjo gjë jo vetëm që nuk zbatohet, por mjetet të tonazhit të rënd mbushen me dhera apo inerte mbi kapacitetin e lejuar dhe më pas një pjesë e ngarkesës e derdhin në rrugë. Për të garantuar një qytet më të pastër, duke qenë në nisje të sezonit veror, duhen marrë masa emergjente për zbatimin e rregullores në fuqi mbi mënyrën e qarkullimit të këtyre mjeteve. Punimet për qendrën e mikpritjes, ndërtuar në aksin zbritës të qafës së gjashtës në qytetin e Sarandës, janë drejt përfundimit. Terminali i ri me vende stacionimi për autobusët e linjave ndërqytetase pritet të japë efektet pozitive që këtë verë në lehtësimin e trafikut hyrës për në qytetin e turizmit. Investimi për qendrën mikpritëse ndërtuar në aksin e zbritës së qafës së gjashtës në qytetin e Sarandës po shkon drejt përfundimit, ndërsa pritshmërit janë për muajin maj. Funksioni i parë i objektit trekatësh që po përfundon është shërbimi i tij si terminal i autobusëve të linjave ndërqytetase që do të ndikojnë në lëvizshmërinë e qytetarëve dhe turistëve të kësaj vere. Terminali i ri me vende stacionimi për autobusët e linjave ndërqytetase dhe një pjesë të shërbimit taksi pritet që të japë efektet pozitive që këtë verë në lehtësimin e trafikut hyrës për në qytetin e turizmit. Dimitër Barzuka, një prej subjekteve të linjës autobusëve të linjës Sarandë-Tiranë, kërkon që bashkia të organizojë transportin urban nga qyteti në drejtim të terminalit, si dhe instalimin e semaforëve në këtë segment rrugor për të shmangur aksidentet. Kërkojmë nga bashkia që të ketë parasysh dy gjëra. E para të lehtësoj sa më shumë aksesin e qytetarëve nga qyteti deri në terminal dhe të turistave patjetër, dhe dyta të vendosë një sistem semaforësh për të patur siguri sa më të lartë në hyrje dhe daljen e autobusave në terminal. Banorët e periferisë së Sarandës shprehen të shqetësuar për lëvizjet në përditshmëri drejt qytetit, ndërsa për taksit terminali ishte një domosdoshmëri për shërbimin e tyre. Ç'të bëni katë gjashtë? Unë humbas. Unë dua të vi këtu, të vedet e farmaciat, kush do marri mua në gjashtë? Fëmijët këtu si kemi? Taksi do kemi më shumë punë, sepse autobusat i kemi në përkem. Dhe qytet turistik nuk lejon autobusa, në asnjë vend s'ka autobusa. Terminali i ri i autobusëve ngritur buzë rrugës zbritëse të qafës së gjashtës si një objekt trekatësh me sipërfaqe më shumë se 11.000 m2, ka vlerën e mbi 573 milion lekëve, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bersh, që do të jetë pika e vetme e nisjes dhe mbërritjes për linjat që lidh Sarandën me qytetet e Tiranës e tjera. Respektimi i sigurisë teknike në kantiere, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndëshkon 65 subjekte me gjop dhe vendime për pezullim punimesh. Në teritorin e Bashkisë së Vlorës, në 12 raste janë vendosur gjoba, ndërsa në teritorin e Bashkisë Himar nuk ka përfunduar plotësisht inspektimi. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit njoftoi sot se 65 subjekte janë dëshkuar deri më tani me gjop dhe vendime për pezullim punimesh në kuadër të masave që po ndërmerr Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për sa i takon respektimit të sigurisë teknike në kantiere. Sipas njoftimit për mediat, kontrollet janë zhvilluar në territorin e Bashkisë së Tiranës, në Durrës, në Golem, por edhe në Vlorë dhe në Himar. Kontrollet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë filluar edhe në territorin e Bashkisë së Vlorës dhe asaj të Himarës. Në Vlorë deri tani janë inspektuar gjithsej 32 objekte ndërtimi, nga të cilat 11 objekte janë pajisura me leje ndërtimi të lëshuara nga Bashkia e Vlorës dhe 21 objekte me leje të miratuara nga KKT. Në 12 raste janë vendosur gjoba dhe marrë vendime për pezullim punimesh. Ndërkohë në territorin e Bashkisë së Himarës rezultojnë gjithsej 71 subjekte të pajisura me leje të miratuara nga KKT, të cilat janë planifikuar për të inspektuar. Deri tani në këtë fazë janë inspektuar vetëm 14 subjekte. Respektimi i detyrimeve ligjore për sigurinë teknike në kantiere mbetet padyshim një objektiv parësor i Inspektoratit Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit.
kjo edhe në zbatim të planit të punës, ndërsa kontrollet do të shtrihen gradualisht në të gjithë territorin e vendit. Rreth 75 familje të fshatit Drizar në bashkinë Mollakastër për më shumë se gjysmë shekulli përballen me problematikën madhore të rrugës së Varrezave. Sipas banorëve, rruga prej 1,5 kilometri është e pakalueshme e amortizuar plotësisht në gjatësinë e saj. Rreth 75 familje të fshatit Drizar në bashkinë Mollakastër për më shumë se gjysmë shekulli përballen me problematikën madhore të rrugës së Varrezave. Rruga për 1,5 kilometri është e pakalueshme dhe amortizuar pothuajse në të gjithë gjatësinë e saj. Banorët tregojnë se vështirësia nuk është vetëm për të përcjellë në krah për në banesën e fundit të afërmit e tyre, por edhe për të marrë pjesë në rritet mortore e përkujtimore, pasi automjetet nuk e përshkojnë këtë rrugë plot gropa dhe gur. Është fatkeqësi për këtë fshat ku vjen fondet, sepse në Çorrush janë bërë të tëra rrugat e Varrezat, në Drizar s'ndihet njeri. Ne duam fondin ku vete. Në qoftë se s'ka çelu qeveria fond, na kërkoj ndihmë se unë kam çuar shpirtin atje. Do investoj unë. Do ta shikoni, filmojeni dhe tregoni. Filmojeni. Keni shumë të vështirë ta çoni të ndjerin. Ça? U rregullisëm, ajo shpum në përshit. Ran burrat rrugës. Edhe s'ndihet kush. Pse, nga që rruga është e keqe? Shumë. Po jo për timen, po për të tërë. Jeni ankuar për këtë situatë? Ne sërrim këtu dhe kështu që s'na dëgjon njëri fjalë. Edhe këta që kanë vajtur në bashki, kanë thënë një tjetër s'ta hap derën fare. Kështu që. Pra është një problem shumë i madh. Shumë. Do ta shikoni dhe në çdo stend viti, do si ndihmor kur ka bal. Moj shikoj tash ti do ngjitesh me këtë, se qysh do ngjitesh. Neve si lagje jemi 75 familje këtu, që banojnë sot aktualisht. Kemi qenë 100 ca, ka kelu 75. Që të veçëm Varreza është një rrugë nga poshtë, lidhe të qenë, lidhe Varrezat. Mirë po, është e pakalueshme, si në behar dhe në dimër. Edhe këto kushte se ja bëni? Neve e çojmë krah me idin. Duke qenë mundësia që ajo rrugë edhe me çakull mund bëhet shumë thjesht. Na është premtuar shumë herë dhe deri tash nuk është bërë asgjë. Për 5 makina çakull diskutohet. Çakull ka plot këtu në fshat, që po marrin. Edhe hihet ajo dhe nuk ka si problem. Zgjidhen dy gjëra, edhe Teqeja dhe Varrezat, njëkohësisht. Jeni ankuar ju për këtë? Jemi ankuar. Na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asgjë. Që ka 30 vjet se kemi pasi rrugë diku, kur u da toga, u zukja rruga këtu e ngeli andeja. Ashtu vazhdon akoma. Kemi problem në si lagje. 75 familje. 75 familje banojnë sot këtu, në këtë lagje. Nuk vemi dot në Varreza. Më e vështirë është periudha e dimrit. Dimër behar ajo, nuk vetëm mjet jetë çizë zë makina poshtë. E çojmë në krah. E bjem deri këtu makinë marrim krah çëm lart. E kemi problem serioz. I kemi njoftuar gjithë instancat, na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asnjë. Ajo është 1,5 kilometër. Se do vish vërdalla, se po të ishte diku këtu afër. Është 1,5 kilometër. Pra është një segment i konsiderueshëm. Po, është hapur si trashe. Po nuk zden makinat e vogla. Makine nuk vete varrimit. I bjem këtu në për këtu, hapim do gjirat e familje, duke, parasysh, i bjem shkurtë kështu. Bile na koqidoj, vdiq njeri këtu, një kushiriri jon, erdi nuse në Anglia se u kemën aty. Erdi mure ambulancë e quam në firë, se u kemën shkau. Se shumë e keqe, ishte dimër. Nuk kam më keq. E marrëm njerin që vdes e çojmë në krah. Sot është shumë keq që ne sot të çojmë njerin në krah. I thonë të tëra gjëra, do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, do i bëjmë sot, gjallë në botë. Sa vinë, marrën ato vota e me nuk shkelen. Shiko, e shtup që e themi këte, se jemi detyruar. Duhet ja japin, aman më bëj dhe punë. Vetëm për punë. Jo gjetje të thash, edhe 2 rrugë i kam që më ka vajt o djalin 2 fek. Në 2 fek, moj. E pavarësisht se u shpremtuar në mënyrë të vazhdueshme ndërhyrjen nga drejtuesit vendor, deri tani asnjë investim konkret nuk është realizuar. Fshati Drizar përbet prej 4 lagjesh: Poçemi, lagja e Kovacaj, Jusenaj dhe lagja e mesme konkretisht ku jemi ne tani. Këto varrezat janë bërë rreth vitet 63-64 këto varreza. Dhe nga viti 63-64 kështu ka qenë varrimet që janë bërë. I mirë gjenazet në krah nga shtëpit, edhe na i sillin këtu. Me kalimin e kohës bëjmë kërkesa për të bërë rrugën për të ardhur këtu tek varrezat. Na është premtuar shpesh herë. Do ta bëjmë rrugën, do asfaltojmë, do ta bëjmë me kaldrem, do ta bëjmë me kanalizime, do bëhet e mirë. Her mbas here
Biles unë kam marrë dhe telefon kryetarin e bashkisë. Dhe më ka thënë që unë do ta bëj rrugën. Po, kur i vdekur i mëna që s'pas nder me. Do që i kemi thënë disa herë. Ku do ankohemi? Kush do vi? Do të bërë dhe kanalizimet, se nuk kalot rruga kur bie shi. Përballë kësaj situate, banorët një zëri kërkojnë ndërhyrje urgjente për t'i dhënë fund kësaj problematike shumë vjeçare. Ndërkohë, i pyetur për këtë situatë, kryebashkiaku Qerim Ismailaj ka pohuar se ky segment rrugor është planifikuar me prioritet në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Do të ndalemi të një aksidenti regjistruar mbrëmjen e së hënës në aksin Orikum-Imar. Një automjet që po udhëtonte në drejtim të Imarës është përplasur me barierat metalike anësore të rrugës duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Shoferi i lënduar është transportuar në mënyrë imediate në spital për ndihmë mjekësore. Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar pas ditën e të hënës në hyrje të tunelit të Llogaras në aksin Orikum-Imar duke shkaktuar shqetësim dhe ndërhyrje të mënjeshme të shërbimeve emergjente. Sipas informacioneve, një automjet që po udhëtonte në drejtim të Imarës ka humbur kontrollin dhe është përplasur me barierat metalike anësore të rrugës. Si pasojë e përplasjes së fortë, mbrojtëset metalike kanë depërtuar në brendësi të mjetit duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe duke rrezikuar seriozisht jetën e drejtuesit të mjetit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë, shërbimi zjarfikës dhe autoambulanca. Ekipet e emergjencës kanë punuar për nxjerrjen e drejtuesit nga automjeti i dëmtuar, ndërsa zona siguruar për të shmangur rreziqe të tjera për qarkullim. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Florës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rënduar në momentin e përplasjes, ndërsa është dashur edhe ndërhyrja e mjekëve. Ndërkohë autoritetet kanë vijuar hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, si dhe për të përcaktuar nëse kanë ndikuar faktorë si shpejtësia, kushtet e rrugës apo pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit. Një 36 vjeçar në Dhërmi është arrestuar për shitje kokaine dhe kanabisi. Gjatë kontrollit në banesë në Drimadh, policia e Vlorës gjeti dhe sekuestroi 450 gram kanabisi dhe doza kokaine gati për shitje. Goditet një tjetër rast i shitjes së lëndëve narkotike në zonat turistike, ndërsa është kapur në flagrancë dhe është vënë pranë nga një 36 vjeçar që shiste kokainë dhe kanabis në Dhërmi. Është sekuestruar po ashtu gjatë operacionit policor edhe sasia e kokainës dhe kanabisit. Automjeti që përdorte 36 vjeçari për këtë veprimtari kriminale, si dhe aparati celular i tij. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës, në vijim të kontrolleve të shtuara për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë goditur një rast të shitjes së lëndëve narkotike në fshatin Dhërmi. Për këtë rast u arrestuar shtetasi me inicialet EPO 36 vjeç, banues në Lushnjë. Shërbimet e policisë kanë ndaluar në fshatin Dhërmi automjetin tip Volkswagen. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij dhe kontrollit në automjet, u gjet sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa e gatshme për shitje. Në vijim gjatë kontrollit në ambientin ku banonte ky shtetas në fshatin Drimadh, u gjetën rreth 450 gram lëndë e dyshuar narkotike kanabis sativa, si dhe një sasi lëndë e dyshuar narkotike kokainë, të ndara në doza gati për shitje. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin dhe celularin e këtij shtetasi. Policia bën me dije se tashmë materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme, për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka arrestuar një shtetas dhe ka proceduar penalisht 9 shtetas të tjerë në Sarandë, në Vlorë dhe Himar. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë një 39 vjeçar banues në Sarandë pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 31 vjeçar banues në Kamës pasi duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi në aksin rrugor Vlorë-Orikum. Ka përplasur një tjetër automjet me drejtues shtetasin me iniciale AS. Nga aksidenti janë shkaktuar vetëm dëme
materiale. Është proceduar penalisht një 71 vjeçar banues në Delvin, pasi në rrugën Skënderbeu Sarand, duke drejtuar automjetin, ka përplasur një 59 vjeçari i cili lëvizte me motomjet banues në Sarand. Si pasojë është dëmtuar 59 vjeçari i cili po merr ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 38 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se në orët e para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini ka tentuar të vjedhë në një dyqan që i ka thyer xhamin e derës. Është proceduar penalisht dhe një 54 vjeçar, pasi është konstatuar duke kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 24 vjeçar dhe një 20 vjeçar banues në Sarandë, pasi dyshohet se ka goditur me grush një tjetër shtetas për motive të dobta, ndërsa 20 vjeçari dyshohet se ka kanosur më pas këtë të fundit. Po ashtu është proceduar penalisht dhe një 27 vjeçar banues në Sarandë, pasi e ka kallëzuar shtetasin me iniciale DC, se ai e ka goditur me grushte për motive të dobta. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori, pasi në fshatin Vunon, në vendin e quajtur Gjiri Akuariumit, dy shtetas i dyshohet se po peshkonin një larguar sapo kanë vënë re shërbimet e policisë. Në vendin ku ishin këta shtetas, shërbimet e policisë gjetët një sasi lënde shpërthyese që dyshohet se përdorej për peshkim. Punohet për identifikimin dhe kapjen e këtyre dy personave. Materialet ju referuan prokurorive kompetente për veprimet të mëtejshme hetimore. Do ndalemi tek sporti, ku është mbyllur me rezultatin 3-1 sfida flamurtari Dinamo në Vlorë. 3 golat e Maksutit i dhan fitoren flamurtarit që me këto 3 pikë mban gjatë shpresat për një qëndrim të gjatë në kategorinë superiore. Mbyllet në Vlorë sfida flamurtarit Dinamo me rezultatin 3-1. 3 golat e Maksutit i japin fitoren flamurtarit që me këto 3 pikë mban gjallë shpresat për qëndrimin në kategorinë superiore. Vlonjatët ngjiten në kuotën e 32 pikëve në renditje, por duke mbetur ende në fund të saj, teksa gjithçka mbetet e hapur për 3 ndeshjet e fundit. Takimi nis më mirë për Dinamon, që kalon shumë shpejt në avantazh në minutën e 6 të takimit me anë të Komës. Reagimi flamurtarit vjen në minutën e 18 kur Maksuti barazon shifrat. Pjesa e parë mbyllet në rezultatin 1-1, edhe pse nuk kanë munguar rastet nga të dyja skuadrat. Me nisjen e pjesës së dytë, flamurtari luan më mirë dhe sërish Maksuti që shënon me kokë në minutën e 55. Ai kompleton tripletën personale në minutën e 73, duke çuar rezultatin në 3-1. Rezultati i cili nuk ka ndryshuar deri në fund të 90 minutave. Me këtë fitore flamurtari ngjitet kështu në kuotën e 32 pikëve dhe ndonse mbetet në vendin e fundit, vazhdon të mbajë gjallë shpresat për mbijetesë. Pas ndeshjes, trajneri i flamurtarit Andi Riba vlerësoi fitoren, por theksoi se 3 ndeshjet e mbetura janë si finale. 3 pikë shumë të rëndësishme për të vazhduar garën deri në fund. E kishim kundra një ekipi shumë të mirë, siç e pan të gjithë. Dinamo është një ekip i fortë, ka lojtar me kualitete shumë të mira dhe përballuam deri në fund. Ndeshja e radhës në Partizanin, një tjetër ndeshje e rëndësishme, një tjetër ndeshje e fortë. Do bëjmë maksimumit për të marrë 3 pikë të radhës që të vazhdojmë deri në fund me këtë lloj pozitiviteti që po kalojmë këtë javë. Ekipi ka një qetësi, vjen të sillen shumë mirë në stërvitje, jo se nuk janë sjellë më përpara sepse janë profesionistë për këtë punë që bëjnë, por qetësia i ka dhënë më shumë qartësi punës. Kemi ndeshje shumë të vështira si me Partizani, presim të lutën shkojmë në Shkodër, do i marrim të 3 një nga një. Dhe shpresojmë të marrim maksimumin që të arrim objektivin. Ndërkohë, trajneri Dinamos Ilir Daja u shpreh se pavarësisht humbjes ekipi i tij mbetet në garë për objektivat e sezonit, kampionatin dhe kupën. Keni siguruar finalen e kupës, por keni marrë një rezultat që nuk ju mund të themi avantazhon për vendin e katërt. Jemi në vend 4 për momentin, sigurisht që nuk jemi në gjendjen tonë më të mirë, sepse edhe para 3-4 ditësh kemi pas një ndeshje të fortë për kupën, që do të thotë u pa kjo edhe në pjesën e dytë të lojës ku disa lojtarë titullar nuk kishin shumë energji në këmbë. Besoj që kemi bërë një pjesë parë të mirë, ku mundet ta çonim edhe avantazhin edhe në një gol për mangësi të pasit fundit.
Pastaj kemi lëshuar dhe jemi përbërë në ekuilibër në momentin e hapësimit golit nga goditja standarde, golit 2 të flamurtarit, që goli parë ndoshta kishim edhe energji edhe anë psikologjike të mirë. Pastaj nuk kemi pas ekuilibër që flamurtari mund na kapte në kundërsulm qoftë me qendërsulmuesin Maksuda, qoftë edhe me lojtarët anësor, sepse kishim humbur pjesën e shkallëzimit që është shumë i rëndësishëm në futboll. Ne jemi brenda objektive, për sigurisht që ajo që e vështirëson pjesën është fakti që kur je brenda 2 objektivave, siç është kampionati apo dhe kupa, motivi që kanë lojtarët është i madh, sepse ka objektiva, por që menaxhimi i energjive është pak problem, sepse kemi disa dëmtuar dhe brenda 11-ës kemi lojtarë që vinë nga dëmtimet dhe nuk e kanë gjendjen e tyre më të mirë fizike. Kampionati rikthehet në fundjavë ku flamurtari do të luajë në transfert ndaj Partizanit, ndeshje planifikuar për të luajtur ditën e shtunë. Faleminderit që na ndoqët, ju përshëndes dhe mirupafshim.